Samil Ushtaku do të vazhdojë të qëndrojë në burgun e sigurisë së lartë në Gërdovc, edhe pse sipas avokatit mbrojtës të tij Arjanit Koci, ky burg nuk i përmbush kushtet për trajtimin mjekësor të klientit të tij. Gjykata ka refuzuar kërkesën e Kocit për transferim të Ushtakut në burgun e Dubravës me arsyetimin se aty ka kushte për trajtim mjekësor të smundjes së kryetarit të Skënderajt, por kështu nuk mendon avokati Koci. Unë vazhdoj të jemi shqetësuar për gjendjen e tij shëndetësore. Më do të them se në burgun e sigurisë lartë nuk ka mjek 24 orë, është mjeku deri në 4 dhe pas orës 4 ai mjek është mjek në thirrje. Edhe pse është refuzuar kërkesa, Koci ka parashtruar ankesë për të cilën thotë se ka arsyetim të mjaftueshëm, duke u bazuar edhe në konstatimin e mjekëve specialist. Nëse i ndodh diçka zotit Ushtaku, ai duhet të sparit thirrën, po dyeva në Prishtinë nuk di ku jeton, ai nuk është specialist, është mjek i përgjithshëm, duhet të vjerë në burg sigurisë lartë ta jep udhëzimin, pastaj ai dërgohet në Çekuka. Kështu që kjo është një proces i cili nëse ndodh diçka, zoti Ushtaku zgjat shumë edhe mund të ketë pasoja serioze. Apo edhe të rrezikohet jeta. Por kryetari i Skënderajt Samil Ushtaku nuk ka nevojë që për 24 orë të jetë nën përkujdesjen e mjekëve. Ky konstatim ka dalë pas vlerësimit të raporteve mjekësore të Ushtakut nga një specialist ndërkombëtar i angazhuar nga EULEX-i. Në EULEX që kanë kërkuar këtë raport vlerësues nuk duan ta komentojnë atë. Dragana Nikoliç Solomon, zëvendës shefe për komunikim publik në EULEX, përveç se ka konfirmuar se janë dorëzuar raportet, nuk ka dashur t'i komentojë ato, duke thënë se ato janë raportet që përmbajnë të dhëna mjekësore dhe nuk janë për publikun.